Një projekt i rëndësishëm, por punimet duhet të avancojnë dhe të ecin me ritme më të shpejta. Qytetarët e Vlorës vlerësojnë investimin e lungëmarrjes në zonën e plazhit të vjetër, por sipas tyre punimet po vijojnë me ngadalësi. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, qytetarët e Vlorës shprehen se vlerësojnë këtë projekt, i cili pritet të japë një zhvillim të rëndësishëm zonës. Megjithatë, duke parë ecurinë e punimeve, ata mendojnë se ka ende vend për përmirësim, veçanërisht në lidhje me respektimin e afateve të punimeve. Po duhet të bëhet, s'ka në ide. Mendoni se do të jetë zhvillim për zonën? Po zhvillim duhet jetë, po punimëria zhvillim duhet jetë. Si kanë nesër punimet, si kanë? Po i kanë tash, ka. Po çik më ashtu duhet më shpejt duhet të vërmës. Të ka dalë më të ka dalë. Plazhin e vjetër, si e shikoni? Do ndikoj, do ketë zhvillim, si? Do ketë shumë zhvillim edhe bravo i qoftë atij që ka planifikuar këtë lungëmarrje këtu në Vlorë. Duhet kjo për plazhin e vjetër? Po, duhet, shumë duhet. Edhe i faleminderit shumë atij që ka projektuar këtë. Punimet si po shkoni? Si po? Punimet nuk po shkojnë shumë mirë, se po duket ata janë ndarë në fronte të ndryshme, po kjo mirë. Punime për lungëmarrjen këtu. Mirë e kanë bërë. Ne mirë e bërë se do lëvizim nga gjitha në lartë e poshtë. Duhet kjo se plazhi i vjetër kishte probleme? Po, duhet. Punimet si po e shikon? Mirë, ka kohë që po punojnë vartë. Punojnë. Ju jetoni këtu, jeni banor i Vlorës? Po, ja, që afër. Ja, 1 metër, ma ta rrugës jemi. Po bet lungëmarrja, si mendon, do të japi zhvillim zonës? Patjetër. Gjithë kjo zonë këtu me lungëmarrjen bëhet mrekulli. Një dhe dyta pastrohet kjo, se kjo është kënet. Kjo do vej deri poshtë apo? E kupton? Ata se din këta. Si po eci? E mira është që punimet të vazhdojnë qik më shpejt, se këta të premte të shtunë djele kanë pushim. Ju jetoni këtu, i shikoni? Këtu, ja. Këtu te hoteli për hotelit jemi. Vlerësime për këtë projekt vijnë edhe nga shtetet të huaj, kryesisht italianë, të cilët jetojnë në Vlorë. Sipas tyre, projekti jo vetëm që do të përmirësojë imazhin e zonës, por do të rrisë edhe vlerën e pronave në këtë pjesë të qytetit. Lungëmarrja në plazhin e vjetër vjen pas investimeve në lungëmarrje 1 dhe 2, por edhe në shëndetëtoren e Radhimës deri në Orikum, ndërsa realizohet nga qeveria shqiptare dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit.